Arrestimi në Francë i Ermal Beqirajt, biznesmenit të dyshuar si pjesë e grupit kriminal që abuzonte me tendrat e akshit, nuk ishte rastësi, pasi SPAK e dinte vendodhjen, tha drejtuesi i prokurisë së posaçme në bashkëbisedimin e parë me gazetarët për veprimtarinë e institucionit. Prokuroria në çdo rast sapo merr urdhrin e gjykatës e dërgon për ekzekutim pranë organit që ka këtë detyrë. Prokuroria e ka ditur se ku ndodhej dhe ka dërguar letër porosi për arrestimin e tij. Brau deklaroi se procesi për identifikimin dhe sekuestrimin e pasurive të Ermal Beqirajt vijon ende. Kemi kërkuar të sekuestrohet çdo pasuri që disponon personi në fjalë. Nuk bëhet fjalë vetëm për avion, por edhe për prona të tjera. Kreu i SPAK foli edhe për hetime ndaj akshit, ku Ergjus Agasi vijon të jetë në kërkim. Ai tha se çështja mbetet e hapur dhe po vijojnë veprimet për sigurimin e fakteve dhe provave të reja. Interesimit e gazetarëve nuk ju shpëtoi as çështja dyshuar e tjetërsimit të pronave në Zvërnec, duke lënë të kuptohet se hetimi vijon në disa drejtime përfshir dyshimet për tjetërsim, privatizim dhe pastrim parash. Çështja në fjalë është konkrete. Është një hetim që përfshin edhe pastrimin e parave dhe që lidhet me provat. Sa i përket librit Albanian Files, për cilën në SPAK janë depozituar 2 materiale kallëzuese, Brau bëri të ditur se ato ndodhen në fazën e verifikimit. Janë depozituar 2 materiale kallëzuese, ato janë në fazë verifikimi dhe për momentin nuk kam komente. Do të sqarohet çdo pretendim dhe fakt që vjen në dieni. Kur ka shkaqe ligjore, fillon hetimi, kur nuk ka, nuk fillon. Kreu i SPAK u kthe përgjigje edhe kërkesave të qytetarëve në protestë. Unë i kuptoj pritshmëritë e publikut, por SPAK-u mbështet punën e tij te ligji dhe te provat që ndodhen në dosje. Brau konfirmoi se vijojnë hetimet për çështjen Gërdeci, Senjanari dhe me Gonigal të lidhura po ashtu me zyrtar të lartë, por duke shmangur detajet. Kryeprokurori SPAK la të kuptohet se BKH do të vijojë të bëjë arrestime, por theksoi se kjo strukturë nuk synon të zëvendësojë policinë e shtetit.